A duhet dënuar Manchester City për shkeljet financiare? Plot 115 akuza. Premier Liga ka në hetim për abuzime nga viti 2009 deri në 2018, por City vazhdon të shpenzojë pa u ndalur. Nga janari deri sot në qershor 2025 kanë djegur plot 325 milionë euro në merkato. Përsa i përket blerjeve, blerjet në muajin janar ishin e Omar Marmush 75 milionë euro nga Eintracht i Frankfurtit, 22 ndeshje dhe 8 gola me City. Nico Gonzalez 60 milionë euro nga Porto, 16 ndeshje, 2 gola me City. Quasanov 40 milionë euro nga Lensi, 9 ndeshje, 1 gol. Victor Reis 37 milionë euro nga Palmeiras, si vetëm 3 paraqitje deri tash. Yuma Ba 6 milionë euro nga Valladolid, huazuar me njëherë te Linsi. Claudio Echeverri rikthim nga huazimi te River Plate, 2 ndeshje me ekipin. Përsa i përket blerjeve të qershorit, blerjet në këtë muaj, Ryan Aitnour 36.8 milionë euro nga Wolves, ka nënshkruar me të një kontratë 5 vjeçare. Tijani Reinders 70 milionë euro, ka firmosur se pritet vetëm zyrtarizimi. Përsa i përket largimeve, vetëm 2 largime, Kevin De Bruyne drejt Napoli dhe Kyle Walker, që rikthehet nga huazimi te Milani, por nuk bën pjesë më të skuadra e Manchester City. Në listën e dëshirë, Ryan Cherki nga Lyoni, Guardiola kërkon me gol. Manchester City në këtë rast po ndërton një ushtri, por apo e bën me rregulla? Komento, a duhet ndëshkuar për shkeljet financiare? Na ndiqni për çdo lëvizje të merkatos, bëni follow faqen dhe shpërndani sa më shumë.